Zonja dhe zotëri, mirë se vini në edicionin qendror informativ. Do të ndalemi tek aktualiteti ku edhe këtë të martë janë regjistruar tensione në hyrjet e aeroportit të Vlorës mes punojësve të dyja grup dhe MAP. Siguria private e dyja grup nuk ka lejuar hyrjen e nënkontraktorëve të MAP në kantier, ndërsa forcat e policisë kanë kërkuar dokumente e gjykate nga punojësit e Behxhet Paçolli që i autorizon përvijimin e punimeve. Tensione mes punojësve të dyja grup të Valon Ademi dhe MAPCO të Behxhet Paçollit janë regjistruar edhe sot në ditën e dytë në hyrjet e aeroportit të Vlorës. Policia ka mbritur aty prej mëngjesit pikërisht për shkak të situatës së krijuar një ditë më parë. Siguria private e dyja grup nuk ka lejuar hyrjen brenda në kantier të nënkontraktorëve të Behxhet Paçollit për të vijuar me punimet në aeroport. Ndërkohë që prej muajit shkurt, dyja grup ka fituar në apel përmes një sigurim pa dije të drejtën e administrimit të aeroportit. Tensione janë regjistruar dhe mes punojësve të Paçollit dhe forcave të policisë. Këta të fundit kanë kërkuar nga MAPCO vërtetim gjykate ku lejohet vijimi punimeve në aeroportin e Vlorës. Se kemi folur tjetër, çoja me email atyre zotëri. Atyre që janë administrator. Ndërkohë, një prej punojësve të firmës të nënkontraktuar nga MAPCO e Behxhet Paçollit, që ka përsipër disa punime në terminal, është të shprehur se po pengohen të përfundojnë punimet e tyre dhe të marrin mjetet e punës, e sipas tij për mbylljen e punimeve nevojiten edhe rreth 10 ditë punë, por aktualisht hyrja në kantier është bllokuar. Dini shumë mirë këtë pjesë, pse merreni me punojësit? Vetëm po merrem me punojësit. Ne kërkojmë çastin e lirë, të cilën me kontrolin e koncesionit, policia është e obliguar të sigurojë qasje të investitorëve. Është obliguar. Policia e shtetit është pjesë e koncesionit. Është Ministria e Transportit pjesë e koncesionit. Ne nuk jemi të lashët në dy grupin. Është interesi ynë të marrojnë ata punimet e veta. Po, me vendimet të tilla të mesit natës, ju neve na dërgoni që ne nuk pasmi të drejtë qasje më në aeroport. Solla këtu jo për të dhënë këto shpjegime. E solla sepse thanë këta që është një zonjë edhe do që ta sqarohet. Është projektuesja. Po dakor, pra në rregull. Dhe unë solla këtë zotrin, që të flasim në kaq në zyre, lutem rrezata. Administratori i kompanisë time, Alpsab Investiment, kam bë punime këtu gips, boj dhe plak, punimet e fundit dekorative edhe veshjet e mureve. Punemi njoftu dje, kemi ardhur për punë, në 7:30 për herë dhe nuk na kanë lejuar me brenda në objekt. Ne këtu brenda kemi akoma elementet, veglat e punës, kemi punën pa përfunduar, nuk e kuptoj arsyeën çfarë ka ndodhur mes dy kompanive, por besoj se nuk është e drejtë na lejojë të hyrja neve. Ju me kë keni marrëvesh? Me MAPCO, me Behxhet Paçolli. Po, edhe çdo gjë ka shku shumë mirë deri dje. Dje pa dieni, pa informacion, pa asgjë, ne na vun dieni se nuk lejohemi për të hyrë brenda. Ne sot kemi ardhur po prapë. Marrojmë punimet tona sepse edhe 10-15 ditë dhe marrën komplet aeroporti, kanë ngel vetëm punimet e fundit. Kanë ngel dhe nuk e kuptoj arsyeën. Kur e kishim në kontratë për Ne kishim në fund të prillit, por edhe këto na janë bë pengesa herë tjera, por pa u bë kaq e madhe sa kësaj radhe. Kemi pasur 10 ditë se s'kemi punuar. Se na kanë pengu, MAPCO na ka shu njoftim se për momentin nuk do punojmë, pastaj na kanë njoftuar se do punojmë. Nuk e kam idenë. Nuk kam asnjë informacioni. Plasja mes dy firmave ju dëto dhe juve. Po. Sa firma të tjera janë? Janë shumë si puna ime. Janë shumë si puna ime. Si janë aty në aeroport që kanë? Diku unë kam 26. Ndërsa të tjerë nuk e di, po unë kam 26. Punime si kanë nesër punimet e tjera? Mirë, shumë mirë. Po ne kemi qenë përfundim, do ka ngel shumë gjëra të vogla. Gjitha proceset po thuaj se janë të marruar me vetëm gjëra shumë vogla për të marruar për të. Pjesa ti keni marrë në rregull? Po, patjetër. Keni ende material Po, kam gjitha veglat. Unë atë po kërkoj policisë, na lejoj, shkojmë në paktën vetëm deri të marrim veglat e punës, edhe diçka tonë që kanë punëtor, materialet e tyre. Të njëjtën gjë thotë dhe Pejan Krasniqi, pjesë e kompanisë Krasniqi Group e nënkontraktuar nga MAPCO. Jo më shumë se për gjithë nënkontraktorët rreth 4-5 ditë punë është dhe terminali dorëzohet. Juve konkretisht me çfarë punime bëni? Sa kohë keni me keni marrëveshje apo kontratë? Unë jam nënkontraktor i MAPCO-s, kam bërë mbi 90% të punimeve, kam kryer që nga gipset, shtresat, plagat dhe gjitha të tjera domethënë që janë në punë. Gipset, tallanet, gjithçka tjetër kanë mbaruar, përveç edhe 100 metra plak janë që për 2 ditë domethënë gjithçka përfundohet dhe terminali është gati për të hapur. Atë cili është pengesa që ju shkaktuar?
Dje kemi ardhur në punë si zakonisht, domethënë me punëtorët e mësuan dhe një urdhër i vijas nuk na ka lejuar që të hymë sepse thonë që kontrata i ka mbaru MAPCOS me vijan dhe kanë problemet e tyre me njëri tjetrin. Kjo mendoj që nuk është arsye për të pezullu punimet, pasi e gjithë terminali për 4-5 ditë përfundon. Po, është në funksion. Është në funksion për 4-5 ditë si terminal. Pjesët shtesë që janë të rrugëve nuk janë të bëra sepse i ka kompania tjetër 2A-ja. Pra pengim, mosmarrëveshja midis MAPCOS edhe 2A grupit, edhe ju kontraktorëve po ju penalizon për këto punimet? Mosmarrëveshja që kanë këta ndërmjet tyre po na penalizon nëse nën kontraktor që ne mos dorëzojmë punimet që kemi kryer. Sa nën kontraktor janë? Rrihemi rreth 30-40 nën kontraktor. Ndërkohë sot, për herë të dytë, kompania MAPCO Construction, e drejtuar nga Bexhet Pacsolli, ka bërë përsëri një reagim zyrtar për përplasjet në hyrje të aeroportit të Vlorës me kompaninë 2A Group të Valona Demit. Eriselda Bawiu, bashkëshortja e shqiptarit Baki Goxhaj, aktivist që është ndalur nga izraelitët në bordin e flotiljes Sumud që po dërgonte ndihmë në Gaza, në një intervistë për gazetarin Armand Xhelili, ka shprehur shqetësimin e mungesës së kontakteve me bashkëshortin. Sipas saj, as ambasada shqiptare në Izrael dhe as Ministria e Jashtme në vend nuk shprehen për situatën. Anijet e flotiljes humanitare Sumud të drejtuara për në Gaza janë ndaluar në ujërat ndërkombëtare nga ushtria izraelite. Në njërin prej tyre udhëtonte edhe shqiptari Baki Goxhaj, i cili rezulton të jetë mes aktivistëve që ranë në duart e ushtarëve të IDF-s. Bashkëshortja e tij Eriselda Bawiu në një intervistë me gazetarin e Blu Televizion Armand Xhelili ka treguar se prej orës 10 të ditës së hënë nuk ka kontaktuar më me Bakiun. Ajo thotë se ka komunikuar dhe me ambasadën shqiptare në Izrael, si dhe me Ministrinë e Jashtme në vend, por askush nuk e ka vënë në dieni për vendodhjen e bashkëshortit të saj. Ju jeni bashkëshortja e Baki Goxhaj, i cili është ndaluar sot? Po, Armand, faleminderit edhe juve për mundësinë edhe për vëmendjen mediatike që jepni, po është ndaluar sot rreth orës 10 të mëngjesit kemi shkëputur kontaktet, pak më para ishim duke shkruar dhe nuk kemi asnjë informacion lidhur me vendodhjen e tij që nga momenti i shkëputjes. Çfarë ndodhi? Ku po shkonte bashkëshorti juaj? Po, Bakiu kishte ndoshta prej rreth 3 javësh që ishte bërë pjesë e misionit flotiljes ndërkombëtare Global Sumud Flotilja, ku ndodheshin antarë nga rreth 50 shtete të ndryshme dhe nga Shqipëria ishte Bakiu për herë të parë nga Shqipëria e Shqipërisë. Procesi ka nisur që në muajin mars, ku kishte disa kritere selektimi dhe nevoja për të qenë pjesë e kësaj ishte për shkak të atyre që kemi parë aq rënd në gati 2 vite e gjysmë genocid. Ne kemi folur, jemi përpjekur të lëvizim si në qytet, si në Tiranë, por njeriu ka nevojë të bëjë edhe më shumë se sa fjala dhe kjo ishte ajo që ishte e mundur që ne të bënim. Bashkëshorti juaj së bashku me ju predikoni në xhami, më tregoni pak për. Ne nuk predikojmë, jemi besimtar musliman, po jemi besimtar musliman në këtë xhami ku shihni dhe në tjetrën gjithashtu. Dhe jemi shumë të gëzuar, si të thuash, që ka ende njerëzillëk mes nesh që nuk është e nevojshme të jesh besimtar musliman apo i krishter apo edhe besimtar fare që të ndjesh dhimbjen e fëmijëve që kapin në trupin e prindërve të tyre të humbur apo të prindërve që shtrëngojnë fëmijët në gjijë të gjakosur. Freedom Flotilla apo flotat detare për të thyer rrethimin e palishëm në Gaza ka nisur, në mos gabojmë, që nga viti 2008 duhet të ketë qenë flotilja e parë. Dhe ka shkelur për herë të parë një flotilje që ka thyer këtë rrethim dhe ajo dha shpresë që edhe mund të vijonin me sukses në vazhdimsi. Baki ishte bërë pjesë, kishte shprehur interesin dhe ishte bërë pjesë e delegacionit të Freedom Flotilla në Itali, nga edhe si thua ishte një pjesë e rëndësishme e aktivistëve dhe nisjen realisht e ka bërë nga Kreta në Greqi dhe anija është nisur nga Greqia. Plota edhe për arsye dhe të ruajtjes së misionit duhet ketë rreth 2 javë që është nisur nga Kreta, pastaj janë detyruar të bëjnë një ndalesë në Marmaris në Turqi, edhe për të parë mundësinë e mbështetjes diplomatike ose të shoqëroheshin nga një anije mbrojtëse. Dhe kanë vijuar, ne kemi pasur komunikim, unë në fakt e kam komunikuar për ditë, edhe
duke se këto ishin ditët që ishin duke u afruar objektivit edhe rreziku ndaj dhe u shtua edhe pse ishin diçka te 400-500 kilometra larg Gazës. Këto janë misione humanitare, nuk janë të organizuara nga shtetet, janë të organizuara nga kolektive civilësh që shpesh herë mbështeten shumë herë dhe konkretisht të gjitha misionet e Global Sumut Flotilës janë mbështetur për shembull dhe nga raportuesja e OKB-s Francesca Albanese, madje edhe një sesion në Itali e kam pasur dhe me vetë Francesca Albanese, gjejnë mbështetje për shkak të drejtësisë së kauzës së tyre edhe mbështetje shtetërore. Ndër të tjera, Balliu thot se Goxha ishte i pari shqiptar që bëri pjesë e misioneve humanitare për në Gaza dhe se flotilja Sumud është ndaluar nga ushtria izraelite rreth 400-500 metra larg bregut. Kanë qenë të shumt ata që e kanë kontaktuar ministrin, qoftë nga Shqipëria, qoftë edhe nga jashtë vendit, edhe unë kam kontaktuar me ministrin e jashtme dhe me ambasadën shqiptare në Izrael dhe më ka kontaktuar realisht edhe ambasadorja, por sidoqoftë deri tani pra ata e kanë shprehur që janë përpjekur të vijnë në komunikim me autoritetet izraelite, ama ka kaluar kaq shumë orë dhe nuk ka asnjë informacion qoftë edhe për vendodhjen. Ne duhet ta dimë janë anije, ka mbritur në tokë, këto janë informacione që mund të jepen dhe që edhe ndoshta me sa dëgjova edhe në ambasada dhe si rezultat dhe ministria mund t'i ketë dhe ndoshta gjeni një moment tjetër për të na njoftuar, ama unë kam 3 fëmijë të vegjël nga 3 deri në 8 vjeç dhe me të gjithë në ankth për babin. Bakiu është një qytetar aktiv qoftë për çfarë ndodh në qytetin e tij, jo në lidhje me Palestinën, siç ka qenë protestat e ndryshme që janë bërë në qytet, edhe qytetar aktiv dhe për padrejtësitë njerëzore për cilat folëm që bëhet fjalë për jetë njerëzish dhe i angazhuar me forumin Palestina e Lirë, po shqiptari i parë që merr pjesë në Global Sumut Flotilla dhe me shpresë të Zotit mos ketë më nevojë që të nisen flotilla, po pati të mos jetë i vetmi. Pjesëmarrja e Bakiut në këto flotilë është edhe për të treguar se armëpushimi që quhet armëpushim në fakt nuk ka pushuar asnjëherë arma. Çdo ditë atje vriten me 10 fëmijë në Gaza dhe mos të harrojmë dhunën e jashtëzakonshme që po përjeton dhe bregu perëndimor që nuk është pjesë e luftës së Gazës. Dhe është një mënyrë për të ekspozuar krimet, zullumin dhe padrejtësinë e shtetit izraelit që nuk kurset tani as edhe me aktivistët ndërkombëtar për t'i rrëmbyer para kamerave të gjithë botës pa asnjë lloj ndjesie ndëshkimi. Sa kaq Ministria e Jashtme sqaron se është në dieni të rastit dhe se është në kontakt me autoritetet izraelite përmes kanaleve diplomatike. Kjo ministri është vënë prej momentit të parë në komunikim me autoritetet izraelite kompetente për të siguruar informacion të plot mbi situatën dhe për të garantuar respektimin e të drejtave të shqiptarit, përfshirë aksesin konsullor në përputhje me praktikat dhe konventat ndërkombëtare. Ministria siguron se po e ndjek me prioritet këtë çështje dhe se vijon të mbaj kontaktet me familjarët e Baki Goxhait. Banorët e lagjes katërherojnë në Vlorë nuk mund të përfitojnë shërbimet emergjente. Shkak rruga e amortizuar ndër vite që sipas banorëve nuk mundson as shërbimin zjarfikës, as ambulancën si dhe makinën e funeralit. Banorët e lagjes katërherojnë në Vlorë nuk mund të përfitojnë shërbimet emergjente. Rruga e amortizuar ndër vite ka bërë që, siç tregojnë banorët, zjarfiksja, ambulanca, por edhe makina e funeralit mos të futet dot në lagjen e tyre. Dhe kjo për shkak të pamundësisë që kanë këto mjete të kalojnë në rrugën e ngushtë dhe gjithë gropa. Sipas banorëve, në rastet e fatkeqësive në familje, ata e mbajnë arkmortin në krah për rreth 1 kilometër, duke e nxjerrë në rrugë pranë Kuzumbabas, aty ku i pret makina e funeralit. Gjithashtu pohojnë se edhe kur në familje kanë persona të sëmur, i nxjerrin në krah apo me barel deri në hyrje të lagjes ku mund t'i marrë ambulanca. Banorët e lagjes pohojnë se situatat nga zjarri i kanë menaxhuar vetë, duke treguar se ka patur raste kur shtëpitë janë ndjekur totalisht vetëm për shkak të mosmbërritjes aty të mjetit zjarfikës. Këtu në këtë vend, një rrugën të pastër nuk e kemi parë. Të rregullt apo me kanalizim me asfalt, malli që na kanë sjell dritat, se në dimër neve që duam të dalim, ne malli shikojmë që kemi drita që na kanë sjell dritat që dim ku të hedhin këmbën, se na bie në pellgaçe me ujë. Është një nga lagjet më të vjetra të Vlorës, një këtu një s'kemi parë. Edhe fëmijë që i minim kur kishim të vegjël, do i ngrinim në krah, do vishim një palçizme, edhe të çonin fëmijët në shkollë. Po këtu pa makinë, këtu je mbaruar. Taksat i pagojmë, siguracionet të gjitha, drita ujë, i kemi të gjitha, jemi të rregull, nuk kemi asnjë gjë mangët që ne mos na vi rruga. I pagojmë, jemi të rregull. Do e marrim me hitin do çojmë në këmbë.
Dhe te Kuzuabaja, se këtu s'të futet asnjë makinë. E pat vetë kurrezët që andej në këmbë. Është shumë rrugë. Është shumë keq këtu është katastrofë. Ku të vjen ambulanca këtu s'të futet asnjë. Edhe një taksi, për shembull që unë do vi në këmbë, jam me detyrë, do më burin e kam në punë se kemi makinë, ashtu ju zoti. E kam burin në punë, djalin në punë. Qofse mua do më sjell një taksi, mua do më sjell deri te qafet e Kuzuabas, se këtu nuk të futet asnjë makinë. Dhe makinat janë bërë copa makinat. Muaj për muaj, 2-3 makina që i kam në shtëpi, do marrim t'i çojmë te ustaj, se është rruga shumë e keqe. Po në rast të zjarrit? Rast e zjarrit mu doj shtëpia mua para 20 vjetësh. S'mu fut asnjë, mu doj çdo gjë u bë shkrum. U detyrova bëra shtëpi të reja. E njëjta situatë është dhe sot. Njësoj jemi neve. Zjarr fikse nuk të vin asnjë. Në rast e zjarrit nuk të vin asnjë zjarr fikse. Mu doj shtëpia mua para 10 vjetësh, s'u fut asnjë, u doj çdo gjë. Ngela kusht më jepte një pal sandata apo një pal shapka. I kam bërë ato shtëpi me gjak, t'i gëzoj po rruga. Dua t'i shes po kur sti më njëri, shikon rrugën, shikon që si jetohet këtu. Çdo gjë. Për kanalizimet, për rrugën, për gjelbërimin të gjitha ja shiko tash. Lekët i paguajnë. Lekët janë të paguara direkt. Me etin e merre çojmë në taksat atje. Të parat janë taksat. Pastaj ato detyrimet familjare, ujë këto të. Po ku do futet me motria? Ku do vi? Ku do vi? Të bie një shik të urdhë. Ku do vi? Si ven, pribret zotit ven. Pribret ven. Qa do bëjnë? Ku të vemi? Pribreti kemi rritur fëmit, tani ikën punë të tyre, në lanje këtu, neve s'kemi qa të bëjmë. Që do? Kalon të Kuzuabaja. Se ndryshe, të jetë në dime njëherë, jo, harroje. Para 3 vjeç ma ka vdek babi. Unë ngritëm në shpia, pa atje, se ku do ven? Kush futet këtu? Këta janë detyruar, këta që kanë makinat, janë detyruar të futen me makina këtu. Fare, hiq. Si që kanë zënë këta vojnë për vete. E fundit fare, këta vojnë për vete. Votën e marin, para votave vinë, jo luten, se ata e kanë të marë. Kam 2 herë që nuk kanë vajtu për votë. Drejt. Kem trosh në sy, jo, e kam unë më shpresën. Unë jam pa punë në shpi. Jam pa punë. Jam i valite, kam baj 2 palsyze. Edhe punë s'kam. Kush do më marri mua të pastroj, kush do më marri mua të mbaj pleqëri, që kështu unë jam pa punë. Dhe kalamaq këtu në Balt, ja, 30 vjet, edhe atë qakullin që hodhëm aty, kam paguar makinën me lekun aty që e hodhi, se s'ka ku shkon djali. Kaq. Më the ke ardhur nga fshati. Nga fshati. Jam bërë pishmën. Në fshat ka vajtë rruga, këtu s'vjen. Hajde qeveri ndro në këtu vë numro. Hajde sa për vota, në vemi ja unë s'ka vajtur. Këtë vit që kam vajtur jam detyruar nga djali se kam në shtet, kaq. Ore unë nuk e ka fajnë, se ka fajnë unë se do bet, rruga s'do bet. Këtu e ka fajnë shteti. Se shteti duhet ta përmirësoj këtë vend, këtë rrugë që është këtu duhet ta përmirësoj. Si ja bëjmë ne? Pagojmë taksi 20.000 lekë që të vemi në spital. Ku nuk të vjen ambulancë. I mori botit aty bomble gazit, gjithë lagja unë gritë që e falën. Kur erdi ajo, që e thë, zjarë fiksja, ne e këshim falur zjarin. Po në është e ku e dene, normale që ndihemi të rezikuar, se qërë të bëjmë? Qërë të bëjmë? Po s'qe rruga, ku të vjen a i? Pa 20.000 leka i s'të vjen këtu. Qëfar ju pret? Qa na pret me balta, që ngrëm deri këtu, më gjua dhe ikim. Të bëj qeveria më të mirën të keqen zëmra juaj. Duke par nga afër situatën që është rruga dhe ky blok banimi, banorëve i mbetet vetëm të shpresojnë që të mos ketë ndonjë situatë emergjente, pasi nëse ndodh janë në mëshirën e fatit, pasi ende nuk ka asnjë fond të përcaktuar për rehabilitimin e rrugës në këtë blok banimi. Pas çeljes zyrtare të sezonit veror në Vlorë, ka nisur puna për rehabilitimin dhe asfaltimin e segmenteve rrugor. Janë 31 rrugë, të cilat janë dëmtuar nga projekti për ndërtimin e ujësillësit të ri të Vlorës, por punimet pritet të keq ndikojnë në sektorin e turizmit dhe mbi të gjitha në qarkullimin rrugor përgjatë këtij sezoni. Pas çeljes zyrtare të sezonit veror në Vlorë, ka nisur puna për rehabilitimin dhe asfaltimin e segmenteve rrugore.
Në kohë kur qyteti po bëhet gati për të pritur turistët, nis puna për asfaltimin e 31 rrugëve të cilat janë dëmtuar nga projekti për ndërtimin e ujësiellësit të ri të Vlorës. Akset kryesore rrugore po asfaltojnë në kohën kur në qytet ka, por edhe do të ketë në vazhdimsi më tepër qarkullim rrugor të automjeteve të qindra pushuesve vendas dhe të huaj që vizitojnë qytetin. Në qytetin bregdetar të Vlorës ka nisur edhe puna për rehabilitimin dhe asfaltimin e segmenteve rrugore të prekura nga projekti për realizimin e ujësiellësit të ri të Vlorës. Janë disa segmente rrugore në qytet të cilat do të riasfaltohen, teksa pritet që të shihet në vijim se si do të realizohet ky projekt, cilësia e punimeve, por gjithashtu edhe sa pengesë do të sjelli në sektorin e turizmit dhe veçanërisht në qarkullimin rrugor në qytet. Ndërkohë që vlen të theksohet edhe fakti që puna për riasfaltimin e segmenteve rrugore po kryhet ditën, madje po kryen oraret kur në qytet ka më tepër lëvizje duke ndikuar negativisht në qarkullimin rrugor. Puna ka nisur nga rruga Unazës së Madhe prej lagjes Hajro Çakëri deri në ujin e ftohtë. Ndërkohë ky projekt ka dhënë efektet e para negative duke ndikuar ndjeshëm në qarkullimin e automjeteve. Tek rapi në ujin e ftohtë, qarkullimi i makinave është devijuar duke u futur në kaos më vete. Për të diskutuar mbetet edhe cilësia e punimeve, po kryhet shtresa e dëmtuar asfaltike dhe mbi të do të hidhet një shtresë tjetër asfalti. Por rrugët janë dëmtuar dhe ka nevojë edhe për mbushje me shtresa çakmi, nivelim dhe stabilizim të tyre. Praktikisht ngrihet pikpyetje mbi rezistencën e segmenteve rrugore pasi këto të fundit do të asfaltohen. Në vijim fluksi i turistëve në qytet do të rritet edhe nëse punimet kryhen me këto ritme. Gjatë orareve të pikut, efekti negativ në qytet do të jetë i lartë. Punimet do të ndikojnë në sektorin e turizmit dhe mbi të gjitha në qarkullimin rrugor, ndaj realizimi i këtij projekti kërkon rishikim. Rehabilitimi i segmenteve rrugore është tepër i rëndësishëm, por punimet duhet kryen në mbrëmje vonë dhe gjatë orëve të mëngjesit, duke mos patur efekt negativ në qytet. Ambasadori i Republikës së Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi, ka takuar këtë të martë student dhe pedagog të Universitetit Ismail Qemali në një leksion të hapur mbi sfidat integruese, marrëdhëniet diplomatike dhe ekonomike mes dy republikave dhe perspektivën rajonale të Bashkimit Evropian. Në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës u zhvillua këtë të martë një leksion i hapur me ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishin. Në fjalën e saj hapse, rektoria e Universitetit të Vlorës, profesor Dr. Aurela Saliaj, u shpreh se ardhja e ambasadorit të Kosovës është shumë e rëndësishme për studentët për të kuptuar më tepër rreth politikës, diplomacisë, por edhe marrëdhënieve mes dy vendeve. Sipas Saliajt, arsimi i lartë në të dy shtetet ka bërë përparësi të rëndësishme, duke patur një partneritet të fortë me fokus arritjen e standardeve europiane. Ajo theksoi se rruga drejt Bashkimit Evropian është një rrugë plot sfida, ndaj edhe arsimi ka nevojë të madhe për diplomacinë dhe marketingun evropian të arsimit të lartë në të dy vendet. Ardhja juaj këtu, ardhja e zotit ambasador këtu është një moment diplomatik, është një moment akademik, por është dhe një moment shumë i rëndësishëm për të rinjtë e Vlorës, për studentët dhe për gjimnazistët që kemi këtu prezent, për të ndarë në mënyrë të drejtë për drejtë pikpamjet dhe këmbështrimet diplomatike mbi perspektivat e zhvillimit të rajonit tonë, të rajoneve mbar shqiptare, por edhe më gjerë. Shteti i Kosovës dhe shteti shqiptar ndajnë vlera të përbashkëta në identitet, në gjuhë, në kulturë, në histori, pa diskutim, por sot më shumë se kur, ne ndajmë një vizionin ton të përbashkët europianeist. Ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi, u shpreh se për të është kënaqësi dhe privilegj të jetë në Vlorë. Sipas tij, Universiteti i Vlorës ka rritur standardet duke u përgjigjur kërkesave të kohës. Në fjalën e tij, Durmishi tha se dy vendet i bashkojnë shumë gjëra me një histori të larë me gjak, ndaj edhe është shumë e rëndësishme që Kosova dhe Shqipëria në arsim të edhin hapa përpara e të kalojnë sfidat së bashku. Universiteti Vlora Kosova, Qemali dhe buletini, lidhet e vjetra dhe të reja, një prezantim politikës jashtme të Kosovës dhe bashkë bisedim me ju. Pra, nuk kam marrë që t'ju mbaj një ligjerat, të kuptohemi, se do ishte shumë pretencioze, dhe as unë s'kam nevoj për një ligjerim të veçantë, shumë që të mbaj shënime, kam marrë që t'ju takoj dhe të bashkë bisedoj. Pra, flasim për çdo gjë. Ju dini diçka. Në Vlorë ka 1000 arsye pse duhet vihet, por në Universitetin e Vlorës ka edhe një arsye të veçantë sepse këtu vim që të mësojmë si më tutje. Në fjalën e tij, Durmishi foli edhe mbi diplomacinë mes dy vendeve, por edhe për zhvillimet në nivelin evropian,
Ai u ndal gjatë për të folur mbi Kosovën, hapat dhe zhvillimin që ka bërë ky shtet i ri që prej formimit të tij e deri më tani me synimin për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Kosova po ndërton një shtet charmant, ta quaj, me të gjitha atributet e shtetit, kuptohet brenda potencialeve të ashtu quajtura shteteve të vogla, me ekonomi që e mban vetën, me një rritje konstante. Tani jemi të një buxhet prej 4 miliardësh, rritja vitit kaluar ekonomike, se mbase ka këtu edhe profesor nga ekonomia, është te 4%, që do të thonë, ka të ndërtuar gjitha institucionet që mundsojnë funksionalitetin e shtetit, ka performancë demokratike të admirueshme, dhe kjo nuk është një vlerësim i imi, por është vlerësim nga organizatat e specializuara që merren me këto performanca demokratike. Liria e shprehurit, e shtypit, do të thonë ekuilibri i pushteteve, performanca demokratike në Kosovë është në nivel shumë të mirë. Marrëdhëniet mes dy vendeve, diplomacia ndërkombëtare, lidhja mes dy kombeve, historia e tyre, por edhe zhvillimet, reformat dhe hapat drejt Bashkimit Evropian ishin disa prej tematikave të trajtuara gjatë leksionit të hapur. Vlora tashmë jo vetëm një nga ato destinacione për plazhe dhe pushime, por dhe vendi përshtatshëm për turizëm sportiv, mirëqenie dhe aktivitetet në natyrë. Dhjetëra turistë huaj kanë zgjedhur pikërisht Bregdetin e qytetit bregdetar për të zhvilluar aktivitete fitnessi në natyrë, në hapësira sportive dhe energjike. Dhjetëra turiste të huaja kanë zgjedhur Bregdetin e Vlorës për të zhvilluar aktivitete fitnessi në natyrë, duke kthyer shëtitoren bregdetare në një hapësirë të hapur sportive dhe energjike. Grupi ndodhet për disa ditësh në qytet dhe çdo ditë zhvillon seanca stërvitore në zona të ndryshme të qytetit bregdetar, duke kombinuar aktivitetin fizik me bukuritë natyrore që ofron Bregdeti. Sot turistet janë stërvitur për disa orë në plazhin e Lungomares, ku ushtrimet në grup, lëvizjet ritmike dhe aktivitetet në rërën e Bregdetit kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe fushuesve. Pamjet kanë krijuar një atmosferë të veçantë për gjatë vijës bregdetare, ndërsa jo pak persona kanë qëndruar për t'i ndjekur nga afër. Aktiviteti i tyre shihet edhe si një mënyrë ndryshe për të promovuar Vlorën jo vetëm si destinacion për plazh dhe pushime, por dhe si vend të përshtatshëm për turizëm sportiv, mirëqenie dhe aktivitete në natyrë. Prezenca e grupeve të tilla turistike tregon se Vlora po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë që kërkojnë eksperienca të ndryshme gjatë qëndrimit të tyre, duke ndërthurur pushimin me stilin e shëndetshëm të jetesës. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka zhvilluar këtë të martë një takim të zgjeruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier me drejtuesit e strukturave policore dhe shefat e komisariateve të qarkut. Forcimi i rendit dhe sigurisë publike, lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike ka qenë në fokus diskutimesh. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita zhvilloi mëngjesin e kësaj të martë një takim të zgjeruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier me drejtuesit e strukturave policore dhe shefat e komisariateve të qarkut. Takimi u përqendrua te zbatimi i urdhrave dhe prioriteteve të fundit të përcaktuara nga kreu i Policisë së Shtetit, të cilat po prezantohen personalisht nga Hita në çdo drejtori vendore në vend, me synimin për të rritur përgjegjshmërinë dhe efektivitetin e strukturave policore në terren. Burimet nga mbledhja bëjnë me dije se në fokus të diskutimeve kanë qenë forcimi i rendit dhe sigurisë publike, lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe monitorimi ajror i territorit për evidentimin e aktiviteteve të palishme. Një rëndësi e veçantë është kushtuar dhe sjelljes dhe korrektësisë së efektive gjatë kontrolleve në rrugë. Drejtuesit e policisë kanë kërkuar që ndërhyrjen ndaj shkresëve të ligjit të mos mbështeten vetëm te kontrollet rutinë, por kryesisht te informacionet operative dhe inteligjenca policore. Takimi në Fier vjen në kuadër të një serie analizash dhe inspektimesh që drejtuesit më të lartë të Policisë së Shtetit po zhvillojnë në qarqet e vendit për rritjen e performancës së strukturave vendore. Do të ndalemi te zhvillimet ekonomike. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi sot se në segmentin rrugor të rrugëve lidhëse me tunelin e Llogaras ka nisur punimet për realizimin e shtresave asfaltike në kilometrin e parë. Sipas ARRSH-s, progresi fizik i projektit ka arritur në rreth 80%, ndërsa investimi pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin dhe aksesin ndaj jugut të vendit. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi sot se në segmentin rrugor të rrugëve lidhëse me tunelin e Llogaras ka nisur punimet për realizimin e shtresave asfaltike në kilometrin e parë. Sipas ARRSH-s, progresi fizik i projektit ka arritur në rreth 80%. ARRSH-ja thekson se investimi pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin dhe aksesin drejt jugut të vendit.
Përfundimi i këtij projekti sipas ARSH-s do të mundësojë lëvizje më të shpejtë dhe më të sigurt për qytetarët dhe turistët duke lehtësuar trafikun në zonën bregdetare dhe duke rritur aksesin drejt rivierës shqiptare. Punimet janë pjesë e segmentit rrugor të rrugëve lidhëse me tunelin e Llogaras dhe synojnë rehabilitimin e rrugës ekzistuese, në një gjatësi për rreth 1 kilometër nga dalja e tunelit në anën e Palasës deri në kryqëzimin në rrugën e re Palas-Dërmi. Është djegur pjesërisht tregu i fruta perimeve me pakis në qytetin e Lushnjës, ku punon një rreth 50 tregtarë. Shkaqet janë ende të paqarta, ndërsa tregtarët thonë se dëmet janë të shumta. Kryebashkiakja Eriselda Sefa është shprehur se do të shihet mundësia për dëm shpërblim nga Këshilli Bashkiak. Tregu i ri i fruta e perimeve në Lushnjë është djegur mëngjesin e sotëm rreth orës 3:30 minuta. I ndërtuar vetëm 3 vite më parë krejtësisht i ri në aneksin e stadiumit të qytetit në lagjen Xhevdetën e Pravishta. Aty punonin rreth 50 tregtarë, të cilët më parë shisnin në rrugët e trotuarët e Lushnjës. Dyshimet e para janë për zjarr aksidental të shkaktuar nga ndriçimi i jashtëm elektrik. Një shkëndij ka ndezur materialet e plastikës e më pas flakët janë përhapur nga kartonat dhe materialet e tjera lehtësisht të ndezshme. Sipas tregtarëve, dëmet janë të konsiderueshme për xhepat e tyre. Nuk ka më keq ku të shkëme. 10 milion rifkoni vetë, shikoni vetë, se qa mali kam pas, qa shu, me kalon me gishloj. Dum likë se zben, dum shpërblim se zben. Qa produkte kishit? Frutat thata, me ara, me fasule, me qaja, me rigonë, me gjithë frutat e thata e ke pas, bajame, fistiqe, gjitha më të shtetën, atë e ke pas. Drita të rikëve, ta shikoje, la fose. Shikoni vetë. U tronditët shumë? O, zgjitëm nga gjumi, që atojtë, o burët e shtim mali. Nuk arritë të shpëtoni do të asgjë? Që do shpëtash zjarët? Vetëm aty nuk shpëtan një. Mali shifet, më arrit ato që janë aty të verifikohen. O, për të paguhet. Edhe, paguhet. Paguhet mali. As gënjim, as i gjera, ku i keni gjerat, verifikohen. Tani ne jemi lajmëruar nga ora 4 e ca që dhe puna jonë ka rënë një zjarë. Nuk e dim se nga kush ishte shkaku, thjesht ne duam të marrim të drejtën tonë të dëm shpërblehemi. Këtë kërkojmë gjithë. Nuk jam vetëm unë, dëmi varion shumë. Juve për shembull? Mund të jetë 1 milion lekë vjetra. Po ka dhe me të tjerë më shumë, që janë prekur pa mas. Sa vite keni që punoni të vjetë? Kemi ja 3 vjetë që punojmë këtu, që sa mbyll tregu, po kemi më përpara punë. Ishte kushte për të marrë zjarë në këtë treg? Kushtet kanë qenë, mos më thënë, nuk kanë qenë kushtet atje ku duheshin, po ne pranum të hynim nga e keqa, sepse ishtin si mos më keq në për rrugë. Dhe u detyruam të punonin në ato kushte. Për ngjarjen ka folur dhe kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa pas takimit që pati me tregtarët. Rreth orës 3:30 të mëngjesit të ditës së sotme jam njoftuar nga shefi i shërbimit Zjarr Fix për një zjarr në këtë markat ku pati një ndërhyrje të menjëhershme dhe mbas fikjes së zjarrit, nga ajo që kemi konstatuar, janë rreth 10 tregtarë të cilët janë dëmtuar nga ky zjarr. Nga ana e bashkisë po ngrihen grupet e vlerësimit të mallit dhe derisa të bëhet gati përsëri për të vënë në funksion ky objekt, ne do të gjejmë një mundësi për sistemimin e tregtarëve përreth kësaj zone në mënyrë që ata të kenë mundësi të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Sipas saj, nga 10 tregtarët janë dëmtuar më shumë nga zjarri dhe do të shikohet mundësia për të shpërblim nga Këshilli Bashkiak. Rreth 50 tregtar paguajnë 3500 lekë në muaj për të shitur fruta e perimet e tyre në këtë treg. Ata nuk e kanë të siguruar produktin pavarësisht se kërkojnë dëm shpërblim. Ndërkohë që derisa të pastrohet vendi, tregtarët do të jenë detyruar të shesin jashtë në hapësirat bosha në trotuar. Ju përshëndes. Mirupafshim.